Miq, sot po udhtojmë drejt fshatit Vulçan, ku aty do të takojmë zotin Gani Çepi, një zotëri i cili merret me punimin e drurit, dhe atë që punon ai në dru është shumë e rrallë dhe janë të pakt këta persona ose këta mjeshtra që merren me punimin e drurit. Sot është duke bërë një shqiponjë me sa na tha në telefon. Banorët e fshatit Vulçan janë edhe njerëz punëtor ku duken edhe tokat e sistemuara, shtëpiat që kanë filluar dhe po i rindërtojnë, ndoshta ndikimi i rrugës ka bërë që edhe shumë banor të ndërtojnë banesat e veta, të rindërtojnë. Kjo pak rrugë është e pa asfaltuar, po e bukur. Inshallah do Zotis na zë na i shi, se edhe mund të mbetemi këtej. Gani! Të falenderoj shumë. Mirë se erdhe. Jemi në vazhdim. Po të them punën mbar në punishten artizanale të zotit Gani. Morganitët njojnë gjithë Shqipërinë, Kosovë, Maqedoni. Njeri që nuk hesht spunuari drurin, gurin, mullirin, muzikën, të gjitha, po ku i gjenë gjithë të energji? Nderuar gazetar, të falenderoj shumë për misardhjen tuaj edhe për punën ju që bani. Unë për gazetarët kam shumë respekt, i dua shumë, i kam dashur dhe i dua shumë. Po pse? Sepse janë informata e popullit. Po deformojnë që edhe. Shumë të dashur, shumë të mirë, shumë të komunikueshëm, edhe për këta jam shumë i kënaq. Edhe më pyete për punën time, unë ju falenderoj shumë, po e vërtet është që jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë vendit, jam i kënaqur sepse puna ka ecur, pa u ndalur, me një dashuri të madhe, të gjithë blerësit që blejnë ashtu me një përshëndetje, me një përqafim të jashtëzakonshëm. Për këta jam shumë i kënaqur. Ti ke qenë muzikant? Po, në Shtëpinë e Kulturës, kohën e Ender Hoxhës, që është në moshën 13 vjeçare, dhe deri tani vazhdoj, e kam muzikën, nuk derisa vdes nuk e laj. Pavarësisht se më tërheq shumë druri dhe shumë procese punë të tjera se
Sa kohë kishe që se që ka me dorë? Kam mjaft kohë. Kam një vete gjësi se kam rënë me dojme. Që ndasë. Isha ndasë. Që ndasë, bi vite gjysë që se shpër dasë në zonë? Ja, s'kam bërë dasë, po nuk harrohet, ja. Një gjësmore të rion, që të ashtu edhe... Para mirë që erdha që fillon me zamonikën. Pa mbrëmje. Pa të gëzure, Shumë shënduar të vesh mira paqë. Rash, qash mirë. Po, sa e bjen? Da, ashtu ajo. Do ka marrë këtu që në Pa më po kushike. Se projekte dhe të që jam unë beqara? Ganiu, kudo që të shkosh, në t'japja të kënajësine veçare, shkohë më të kjo zbrutaria tjetër gjesi. Jo me atë nuk shkosh. Barë dhe me të? Zbiu!
kisha pa dëgjuar saze live. Sepse rimësohet edhe me këto DJ-et, me këto muzikat, me fonia dhe me gjanat. Ka tjetër ndjesi. Ka tjetër amënësi. Pse jep tjetër emocion? Ka tjetër... Kjo lloj edhe shumë... ku shkojnë për shumë në për zonën, në për fshatrat. Po, në dasë me t'i qenë në atë shkëtënë atë të skënejë, të kalohet e... Po? Ku qenë vjetë më në? Vjetë, ja. E veçonë, se kishte DJ, kishte këngëtare, kishte halli e veçonë, me t'i pjesa jo. Po mirë, muzika me drurin, ka në lidhje me njëra tjetrën? Të dyja janë tërheqëse. Për mu, tërheqëse, shumë tërheqëse. Filloj këto një ditën edhe, vetëm kur më thërrat zoja që hajde gane dhe hash buka për të pim kafe. Se nuk... Harroj që të bëj edhe pushim, edhe vetëm kur më thërrat zoja, hajde të pim nga I kafe. Dhe kështu që, jam I kënaqur, nderur gazetar për këta. Gani ti, nuk e dashur kur të emigrosh. Gjatë kohës, nga vitet 90 që Shqipëria shqiptarët filluan të largoheshin nga zonat rurale, drejt Tiranës, Durrësit, drejt Lushnjës, sepse fshati ku jemi është fshat shumë malor. Ganiu pse nuk lëvizi? Ganiu nuk lëvizi se I pëlqen muzika, I pëlqen punimi drurit, I pëlqen punimi gurit, dashuria me njerëzit që kam rreth këto. Megjithëse fshatrat janë shpërngulur shumë, po shoqëria prap se prap jam me kënaqur se jemi diçka goxha prap njerëz këto, edhe për mu është shumë e mirë jeta në fshat. Shumë e bukur, se jeta është ndërtuar edhe mbetet gjithmonë me punë, edhe me djes. Pa të menduar në një që mund të lëvizje nga fshati Vulçan? Kam pasur kërkesa. Kam pasur në Greqi. Jo, flas për të lëvizur atje në Greqi që të punoj edhe me njëjtën punë me familje? Po, të njëjta punë me gjithë familje, po për mu është ma mirë në dhjetë shqiptar. Pa pse çfarë ka dhe I shqiptar? Sa do që ai më premton mu avokat shteti nga Prishtina, na jemi vëllezër me vëllezërit kosovar. Po Guri Roni nderur gazetar peshon vend vet që fjala e vjetër. Edhe mu më pëlqen, bashkë me djalin, jam I kënaqur se edhe djali e ka marrë edhe punon shumë mirë. Dhe jam shumë I kënaqur. Zoja ime më thot shpesh herë gane thot jam shumë e kënaqur që punoj me ty se më ndihmon në të gjitha procestet e punës. Edhe më lart ikem thot në rast në malin e Shebenigut, jemi shumë të kënaqur se dhe zonja vim bën ai punë këto? Vjen më ndihmon edhe ajo shumë këto. Djali se punojmë djali aty, unë këto se pengojmë njëri tjetrin kur jemi, se ka shumë proces. Po kështu debatoni në herë që e ke bë mirë, e ke bërë keq? Po, kritikat të vogla duhen për efektin e cilësisë punës. Kjo, se sa ma e mirë tjetë cilësia e punës, aq ma shumë kërkesa. Ka, aq ma shumë ecën puna. Kështu që në radhë parë duhet cilësia e mirë. Po që cilësia e mirë, ecën pa u ndalë. Po, këtu ti punon me lënd, au, lisi? Më shumë punoj lisin, se preferon gjithë bota, edhe është I preferueshëm edhe ka shumë kërkesa për lisin. Arti, ahun marrall, se dhe ahu po është një proces që më I ngadalshëm, për arsye se
Jemi shumë me ngarkesën me vozat e uiskut, verës. Ti bën vazë uiski, vere, po vetë ai konsumon këto pije dhe vlla. Po shumë pak. Po të konsumoj, po me pakit se rri gjithë ditën në për sharat, në për këto edhe kështu që po e rënoj alkoholin, atëherë Se e pi shumë, në me thonë, unë gjithë ditën tek një gotë mund të pi, shumë pak. Sa vite o banë nga një që punon me drurin? Po, bon 28 vite. 28 vite? Po, që nuk jam sikur edhe isha edhe me orkestrën e Shtëpisë Kulturës, edhe këtë zdruktarinë nuk e linja. Po pse nuk vazhdove orkestrën gjatë por ju vure drurit? Ishte shumë tërheqëse. Druri më ka tërhequr jashtë. Asaj, bile i men kur ikim në për dasme e shto, edhe kam pak vështërsi, se po e le sa do. Po e le zanatin të le? Haram, po prapë e kam kaluar mirë. Rallë, herë në për dasme që kam shkuar, edhe në Mezekija. Po pjesën e drurit, se je fokusuar këtë druri, çfarë mund bësh me druri? Të gjitha i bën. Të gjitha prej druri bile, edhe kazonin e rakisë e kom borë prej druri. Kapakun, fyllin, edhe dzije një rakit e jashtëzakonshme. Kazanin e rakisë? Prej stërgjyshet e kom në gjurë këta, edhe e bora ata. Edhe dzjet e shumë rakit të përsosur. Pra, ajo poshtë, kazanin poshtë? Po, atë prej bakrit të kallajisur, ose si për kopollat, kështu, prej druri, me gjithë tuba, me gjithë komplet, po dzjet e të paparë. Po kur do zje mirë raki nga i kazani? Kur të doni jo, unë jam gatë. Aty ky kazani zjem gjitha këto që prodhojnë rakin, rushin, kumën? Po, të gjitha. Maren? Të gjitha, po. Dëllinjen? Komplet. Po që ndryshimi ka kjo kur nxirat e rakin? Ku ndryshon? Ndryshon shija në radhë parë. Edhe grada e alkoolit. Del me i fort apo i but? E fuqishme. Me e fort. Po me gjitha shija e veçantë. Si e jep të të shien? Po është një lojtë si kur fusim në ato në për bucela, apo ato kantinat e verës, që fusin ato rakinat në vozën e drurit, e marrë një vet edhe del u eskë cilësi e parë në botë. Kjo. është me provë. Po nga zjarri nuk bëjme druri apo qatë bënda diçka tjetër e pa ja? Diçka bëjmehet, po aq ma mirë për to se nuk me raje dhe stamposet aj. Stamposet... Kur e ke bërë këta? Para 10 vjetësh. Po s'na ke treguar, shumë kanë kërkuar për këta? Edhe po kanë ngelur shumë gjare, se gazetari vjen 5 minuta, merr një intervistë, si të kujtosh më parë. Ato është Mulliri, ato është Torne, ato është Sharë Sherike, apo... Do të rrim një muj resh tuk e ti që të sjarohesh mirë duhet... Të rrim këtu, do të rrim kazan e rakit. Duhet ca kohë. Po unë jo falenderoj shumë ju, si gazetar, që bani atë hapësirën tu, sepse theq që gazetarët janë informata e popullit, që është kënaqësi për na që punojmë. Edhe për gjitha informatat që japin gazetarët, jemi shumë të kënaqur. Dhe pak mashtrojnë të gazetarët? Po mirë, një mene... Po, unë i dua shumë. Kazanin do na tregosh atë kazanin ku e ke, po tjetër çka kemi bërë? Po për momentin se kam në shtëpi kazanin, se e jap shokët, miqet, zin njëri, zin tjetër. Po na bën që bëjmë emision të dytë këtu për të tregu kazanin e rakisë. Patjetër, me kënaqësi.
Me kënaqësi. Sot je duke bërë një shqiponjë. Po, kam janë Se ka që gjysmore. fokusuar ke shqiponjat dhe futesh ke shtëpia juaj që kjo borri fillojnë shqiponjat me radhë. Po, në radhë pa shqiptaria, edhe shqiptari ka flamurin, ka shqipojen, edhe bashkë me flamurin Amerikan. Po pse me këta Amerikanet? Amerikanin e kemi mikun më të dashur. Mikun më të dashur, se në vitin e luftës të Kosovës, Amerikani që e shpëtaj vëllezit tonë Kosovar, edhe vuri qetësinë. Sot bëre shqiponjat. Këto shqiponja kush i kërkon zakonisht? Në përrethet e Shqipërisë po, po dhe jashtë vendit po. Shqiptarët e emigracionit. Po, këtë që po e bën, Po. kjo çfarë materiali është ky? Druahu është. Druau? Është sepse merr luste shumë të bukur. Edhe kur e lakon apo e gjyras, del shumë e bukur, shumë e... Po, këtu e pikturon këtë, dhe pastaj fillon e pret me Po, me sharpe gjeli. sharpe gjeli. Po, me sharpe gjeli. Edhe pastaj? Kemi këta. Pastaj e gjyras, e lakoje. Kështu që... Sa kohë duhet që ta bësh atë shqiponjën? Pa ja, dua 2 orën që ta pres. Jo ditën daja. A mërzitesh me Jo ditën, nuk mërzitem kur, sepse është tërheqse, si që thash të më parë. Është një punë tërheqse. Një lloj si muzika që Po mirë, të bën për vete edhe... je ngatruar me muzikë, nga muzika ke druri. Po me hekurin me Kovaçanën qa do? Atë më ka detyruar puna e drurit, nëse po nuk pun dite të prefsh dalta të bësh hekurin, sun e bësh drurit. Sun veç atje. Kur për arsye se tornej do thika. Qekulari do t'i prefsh, do t'i montojsh, do t'i dzirsh edhe më diskut, e ashtu kështu që po nuk punu e hekurin, sun e realizojsh punën. Janë të lidhura me njëra tjetrën? Janë të lidhura me njëra tjetrën. Po mirë, drurin, hekurin, po ke mulliri, muzikën, se vin radhë. Mulliri në detyruan kushtet atëhere të fshatit, po personal të kushtet e mia familjare, se e kisha larg. Edhe tha që zojës time dhe momës që unë do t'a bëj. E hyra dhe e realizoha me sukses. Një lloj si fabrika. E bën mielën. E bën mielën, një lloj. Po shofer është nga një. Shofer? Po. Po. Je i qetë se e po e trashgon zanatin Jam shumë i kënaqur. Bëj punë të vogla kështu, jo shqipoja, jo bucela të vogla, jo në torno disa përqese kështu. Dhe vozat e mëdha, 3 kuntal, 5 kuntal, i bën djali. A me vazot me djali? Me vozat e mëdha mire djali. Unë mire me këto të vozat, pastaj kaloj të ashtu se duen, në 3-4 ditë duen prefur, thikat, daltat e thikat e tornës e me radhë. Kaloj atje. Kështu që, si që thamë, që nga si njëra tjetër në këdo. Edhe ndaj nuk mërzitesh ti, se bën njëtën punë. Mërzitesh ke druri, i kërcet hekuri. Kërcet ziesh ke hekri, shkon ke muzika këndon. Vetë jeta i kërkon këtu përse shkon ke muzika. Punë ishte të ndëvin nga gjithë Shqipëria, Kosova, si e thamë. Po. Po ku i gjenë kohën atë që i edhe nga Italia, nga Greqia. Po si i gjenë kohën që i përcjell, i preti përcjell, dhe bësh të pjesën që ti kur me ven në shtëpi, nga ne va shumë i kënaqur. Rremë, la fos me pim kafe, nga një gotë raki, këmejmë ato
traditat e vendet tona, shumë i kënaqur jam. Nuk të presh. Miku është kënaqësi, është dashuri e respekt edhe është një jeta më e gjallërueshme me shok, me miq, me dashami. Kështu që të kon nuk ka pushur edhe nuk pushan. Po nuk të thot pak zonja që na bezdisë Ja unë e falenderoj këtë zonjën time se këtu e kam, se bën punë të shtëpisë, se më rri krah gjithmonë. Më bëhet në krah në punë, ku do një jetë, jam shumë i kënaqur. Jam shumë. Të shumtat e pajisjeve i ke ndërtuar vetë. Tornon the që kam bërë vetë. Po. Atë gjyryk që është ajo kovaçit, apo jo, gjyryk quhet. Gjyryk. Kovaçania. Po. Të shumtat e punët, po thuj se të gjitha i kry. Derisa kryhet puna, del me rezultat mirë, kjo do të thotë se je atje që duhet diçka. Pastaj unë më vlerësojnë tjerë, nuk mund të them se kush jam unë. Po këta që bëjnë të porosit, njëri do shqipoj, një tjetëri vazo, tjetëri do në... Qas kërkohet këtu? Po. Si ja u bën, si ja u prodhon këtë dhe ja u jep. A ka nga këta që të kritikojnë, ma kishe bë kështu, ma kishe bë ashtu? Deri tani, unë jam shumë i kënaq se dal në pazar. Edhe sa më shohin me përqafe, me përshëndetje. Kjo është kënaqësia ime më e madhe. Flasë, çfarë mund bëjnë shteti për Ganiun? Çfarë i duhet një ndihmë Ganiut nga shteti për shembull? S'mund të kërkoj unë se s'kom se ajo vegël që më duhet mu, unë i ke ble edhe gjaj atje ku është ajo. Kështu që prej bashkisë jam i kënaq, sepse më ka qurë 3-4 herë në jashtë Shqipërisë. Me punimet e mia, kështu dhe me forcat e mia që... Po, me talentin që ti ketë. Talentin që unë kam, po unë i falenderoj se ata e kanë bërë bashkia e rrethit, e ka bërë punën e vetë, për mu. Dhe jam shumë falenderos ndaj aty. Po për gjithë komunitetin, çfarë mendon ti se duhet ndryshoj politikat shqiptare? Na futen politikin. Jo, flasë, jo në politikë, ta lidhim me çështjen e ekonomisë Shqipërisë, sepse shteti është rregullatori kryesor. Çfarë duhet bëjë që shteti s'kemi të rinj? Jam në intervistë më për pak. Shteti jonë, për mu si Gani, ka pak minus. Pse? Ka pak minus, edhe mund të them edhe shumë minus, për arsye se i braktisi shkollat, i braktisi fshatrat. Bujësia për tokë fare ku do që të veç. Mirë në vendet malore, po me zeqeja. Pra ndaj, në përmjet kësa interviste, i nderuar gazetar, unë jam popullare, si gjithë të tjerë. Hama i gjithë veni shqiptar, gjerë, pa as një lloj, këto shteti ka minus. Të themi jorat, ashtu si që janë, si i mëllë shkollat. Alfabet, vjen gjuha shqipe në humje, në zhdukje. Pra naj nuk jemi në këto drejtime, që më ngacmohe, jemi shumë të pakënaqur. Shkolla është hapësirë e jetës. Në përmjet televizorit i shofim edhe këto, në katonin tonë, shkollat po mëllet. Në zonës nuk ka, sepse ikën. Pse ikën? Ikën sepse nuk ka kushte jetese. Ja i qokëm mund një, këto që e ndërtoj jetën, me djerës, me sakrificë, pa ma ka minuse shteti këto shumë. Pra ndaj,
ne ju lutemi dhe i bëjmë thirrje në përmjet ekranit tuaj që të bëj kthesë të menjëhershme. Çfarë duhet bërë në këtë fshat për shembull, që fshati ti ndizet në një dritë në për të, se thuaj se fshatet janë fillu dritat. E para njëherë duhet shkolla, siç e tha. Po s'kan njerëz. E dyta rrugët. Në qoftë se bëhen rrugët, në qoftë se ndërtohet shkolla, emigrantët i ketë gjithë këto. Nuk ka qef njeri dëshirë që ti jetë pshese dikujt, apo ta tërheq ata përdor atë emigrantin si ti dë qefi ati. Po, jeta e bukur dhe e mirë është. Po ti bëj shteti këto, veni zhvillohet, ti kushtoj, ja ta qoj 2.200 lek kilën e naftës. Ja, prandaj kryeministri Çmimit naftës rrit edhe produktet në gjithë drejtime. Unë shpesh herë kam dhe shokë edhe mek nga Mezeqeja, lusht, firë, edhe të shafsh ka qarë dhe madhe. Komplet veni gjerë. Komplet. Pse të marim grunë për Serbijena? Të thonë që përdohet to. Në thej, them, ka shumë e shumë, po nuk po... Për nej, shtetit duhet ta ndryshoj atë plakën një herë. Dashe pa dashe, ma le që intervistën ta vazhdojmë në pjesën e dytë të emisionit për shkak të kazanit të Rakis Pedruri. Po. Kështu që unë do të them shikuesve të emisionit që na ndiqni se Ganiu na la varur sërish, na tregoi shumë gjëra të bukura, por kazanin e Rakis Pedruri kur do t'ja u tregojmë shikuesve tanë. Shpejt e shpejt. Shumë shpejt. Shumë shpejt. Miqtë e emisionit, me fjalët e Ganiut, unë po ju them që edhe me premtimin që na dha, shumë shpejt do shifni kazanin e Rakis Pedruri, i cili zihet në fjalë kazan Druri, zihet në rakin, me zjarr nga poshtë. Po, me zjarr. Shumë shpejt dhe miru ta kofshim në emisionin e radhës, na e la Ganiu këtë, s'kemi çaj bëjmë. Ju falenderoj, ju përshëndes.